sot jam nisë për në Nërfan. Faktu jam të rruga Nërfushit. Më thonë që janë duke asfaltu, është rehabilitu ajo rruga, unë e kam pas pikë dopat rrugë, sepse bëja këte unazën, orbitën e gjelbër qytetit, e kam bërë me bicikletë disa herë, te kura ku do e shojmë ajo ura që është me trasa, është një urë shumë e bukur, Nërfan atje poshtë, dhe thoja pse nuk është asfaltu ajo pjesë, se ka shumë, do është një fshat i populluar, nuk kanë hikë banorë gjithë nga ky vend. Ndërkohë që pse u ndala këtu. Pra deri në kufi me Nërfanën, rruga është e asfaltuar për rreth 14-15 vite. Një rrugë që unë du të flasë fjalë mira për faktin që asfalti që është shtruar është akoma rezistent. Është nisë si projekt në mandatin e kryetares bashkisë Marie Biba, për talë pasaj për të kalu mes Nërfushit tonë nga Fusha, dhe pasaj është asfaltuar në mandatin e Nuë Bjegës. Pjesa tjetër tani do asfaltohet në mandatin e Bertit. Edhe është gjash shumë e mirë, thash e them prapë, rrugë cilet kanë rezistuar, pra i thonë 14-15 vite asfalti ka rezistuar. Ka filluar që të prishet nga pak, kështu që një rrugë që është mirëmbajtur në këtë mënyrë meriton që të rivishet, pse jo, aty ku ka gropa, ose të bëhet një tapet tjetër, pra e meriton ky aks rrugor. Ta shohim, unë do ta filmoj edhe duke ecur me makinë, do ta filmoj mes fshatit Nërfushës deri ke pjesa ku lidhet pikën fundore me Nërfanën dhe deri në fund. Vazhdojmë. Është pika që lidhet me Nërfanën, po deri këtu ka qenë asfaltume, edhe sa do kalojmë makinë, tani kalojmë për asfalt, kjo. Video do të filmu. Okej, edhe këtu shohët në makineritë, shkojnë shoh tani se sa ka ecë rruga deri tani. Dhe është gjë shumë e mirë. Është gjë vërtet shumë e mirë për një fshat që ja vlen, është edhe i bukur, dhe pastaj njerëzit këtu punojnë, janë punëtor, ka shumë rëndësi kjo. Shih për shembull, kjo që ka me lajthi, mbaj mend i kam filmuar kur isha me biçikletë ti. Tani kur vi dhe unë me biçikletë do kalojmë për rrugë të asfaltume, po ta shohim deri poshtë ke ura sa është një segment që më pëlqen shumë. Me ka lezet tani ja. Po marr dhe i herë kjo pika fundore. Kur vjen një asfalt është shumë e veçantë për fshatin. Jap gjallëri këtij fshati. Sa lezet ka fshati dhe sidomos kur i bëhet rruga mirë, edhe bëhet edhe ardhja më komode. Kjo pas që më duhet to. Ka qenë rrugë me beton, me sa duket do bëhet prapë me beton kjo këtu. Është goxha malore. Jo ban shumë atlet tani banorëve të fshatit për të ardhur këtu. Thashta janë punëtorë që kanë mbjellë. Shumë do të shoh edhe ca të tjera që kanë mbjellë.
Po pra, kimi ka shkim atje? Po, kim ka. Shkim në kam. Po, në kam. Zemër të fshatit Nërfan. Shiko, një fshat punëtor, kur janë punëtor, meritojnë çdo investim publik. Edhe Nërfan, unë kam thënë prej kohësh, meriton investim publik. Edhe për historinë që ka, po mbi të gjitha, për faktin që i punojnë tokat. Është shumë e rëndësishme kjo gjë domosdoshmë. Edhe sot jam shumë i kënaqur kur e shoh që atje sipër duke ushtruar rruga, edhe këtu mes për mes fshatit, ndërkohë që këtu shoh parcela që janë punuar, ja shikoni këtu. Ja si pisa bujën po ato, edhe këtej nga ana tjetër, tani do hyj do shoh deri ku ka shkuar asfalti, deri atje, edhe du me kap disa fragmente për të thënë diçka historike me kanalin Vadic të kohës së Vllajshit Zi. Okej. Fran, a shtëpia jote këtu, ha? Po. E pas e mrekulli. Me bo, Tani si e me këtë rrugën e re, si duket? ky vepër A qytet. e keni prit në herë ajo? Po, A? jo, prit se kemi hiq në përshnej. Po- Shtash, me që erë. Po sa shtëpia janë këtej? Do prej atje ke kryqëzimi deri Mos shtëpia sa janë aty në që banojnë gjithë këtu, ha? Banojnë gjithë. Po, komplet. Okej, është mrekulli, në fakt. Tani nuk çat duhet qyteti ty, ha? Me të lut nuk shkon më, ha? Nuk vjen më. Përshel, ja. Ai punoni tokat. Tokat, ja. Pse si punoni tokat? S'keni ujë? Ja. Domethënë nuk ka kanali i Vllajshit Zi, nuk ka ujë, imagjinoje. Si pik. 180 vjetë mos ma shumë ka që nërtu. 300. Shiko, unë tu tani, se thash do kaloj edhe në për fshat. Jam me Franin. Fran Shefanavën, se Frani është 23 vjetë, sa vjetë ke punu në tim? 40 vjet. 40 vjetë ka punu. Ku ke punu? Ka s'kam punu në Itali, e Malzi, e Prishtinë, e Kroaci, e Francë. Edhe në Francë. Edhe Pra në edhe në Francë ka shku, se i ka Po. dur të harta, ha? Deri Po që ke bon me këtë dur? me shtëturë kam punu si ka, shumë ja. punime. Punime. Në Aksol Lope, bon E shtëpi. bon e shpije. E bon Tani shtëpi. ne folim pak për rrugën, Po. dhe është gjë mrekullueshme në ty ja ku vjen mu këtu. Po. Po Nga ka dhe, shpesë. po ka dhe i gjë tjetër kanë, se rrugët ka shkëlqyer këtu. Po unë jam duke pa këtu ke kjo që ka Frani, pra ky oazi Frani që këtu, dhe shiqa shoh kanalin këtu, ja kanali Fran. Po. Ky është kanali i hershëm, ha? Po. Kanali qysh në kohën e Vllajshit Zi. Po. Ashtu, ky i ka sjell ujë prej qindra vitesh. Ndërkohë tani ja funksionon kanali, Nuk vjevu. nuk vje ujë. Ja. Shiko, du me më thënë nga pipojën nërtimore. Po. Ti e ke pa kanalin e vjetër, si ka qenë? A ke mendu, si e ka kam mundësi që e kanë bërë? Si e kanë dy bërë ata? herë- Jo dy minim, jo ndërtimet tani, ndërtimet e hershme. Si t'janë duhet atë hershme pa? Ato të hershme të kanë qenë as. As? Sigur italiani Ha. ka funksionu Po. kanali Vadic. Po, Ka vene që ka hik vene, po, po nuk kanë bën punime. po. Ma shumë kanë prish se sa kanë nërës. Mirë tani, po atëherë. Në atë kohë ka qenë... Po si mundet, kaç kilometër që kanë bërë prej atje për kepa, atje atje. 6 kilometra. 6 kilometër për kepa. E unë fjellë, është... Pra, i Jo, vije do më thënë, madhe. a komplet vija madhe, Po. 6-7 kilometra është në Keleci. Deri në fund. ke Po. leci shkon po, deri. Shtu ka qenë punë, pa që të kuan që i Po. cilë no? Po. E to po që të këtë e fisë saj, Po, është një po. beton. E to Po. pa i tjegu që gjithë, Po. ka qenë që shtu,
ka qenë furnizu pompat 300 litra kanë pashku nalt, po. pompa, ka pa zerë atje me shku në strukturë atje Diresi. pranë zgjadës me vëdit pëmtorin, kurse këtu ka qenë plot kanali e parcelat të vëdit fusha. Pra gjithë fusha E pembu i madh. sot mund të vijë, deri shtuke unë mund të vijë një vaditje. Vetëm një vadit. Një vaditje mund të bëhet. Shiko, a di pse ndala pranin? Se ka shumë rëndësi kjo. Mirë, për shembull tani rruga është shkëlqyer fare. Edhe të them, o Bert, faleminderit, fal sinqerisht ta them në emër të tyre që jeni kujtuar për te. Shko të lutem, edhe nga pikpamja historike, trashëgimore të jemra, por edhe nga ana funksionaliteti, sepse këta njerëz që punojnë e meritojnë, ta kanë mbjell tokën, e meritojnë që ky kanal, pra edhe i herë, edhe në emër të historisë vet, po edhe në emër të ditës sotme dhe të ardhmes, është një fshat që nuk është dyn, meriton që në këtë kanal të bie dorë dhe të bie ujë. Shtëpinë kush e ka këtë shtëpi? Pjetër Bardhi Pietri, ka. e mecat e Jak Bardhi. Ja, sa Dy familje. Po ju si edhe pak shumë pamje pranverore. Sa bukur ashtu. Ja. Deri këtu është, ha? Ë? Ja, u ka ardha një deri këtu ju, në rregull jemi. Kjo pas kanë ngesë. Në pikën fundore të rrugës, edhe shi. Ja, njerëz i kanë bë punë shumë të mira, sistematike. Ja. Pa atje çfarë ju? A duni çfarë? Așa te dejo ca, deixa aqui. Nuk do të kesh pjesë. O baka fila e po. Se duke qenë me Franin, në fakt më bëni përshtypje kjo, këtu ku janë qenë pompat? Po. Po pompat e vjetra që merrin ujin, Nga kanali nga vadit. kanali ku e pam ne kanali, kanali Lleshi Zi, që kalon mes në tonë. Dhe këtu ku e çonin ujin do pompa? To prit që varri Marga Bronx e komplet pëmtoria, komplet në asfalt, komplet vaditje. Ja. Po. Këtë zona atje. Do të thënë këtë zona çka kap në fuzi komplet drejt e pëmtorit të ura fonit. Pra merrej uji nga kanali. Nga kanali nga shtu kanali e dhe çohet. plus kanali shote ujë me vadit arnajt po në kanal të poshtë. Po dikur Fran punoi atëherë, punoi Punoi. këtë toga, jo si sot. Po sot Sa këtë djerë toga. e ka me vadit ai Tiritit. Jo vetëm mirë piriti, okay, po se nuk për mi miell ato, se duan miell, po mirë. Mënyra si funksiononte kjo më shoh. Pra këtu unë shoh atë punë e vjetër. Po, çuan tjetër për te? Edhe tjetra është Tjetra? nën tjetër. Po, nën tjetër? Në tjetra, njëna 150 që tjetër 200 litër të. Në qitë në sekundë. Po, po të shishi. Ne, Ja, hajde, ardit. që 200 që kjo. Da, 200 që, shi Po, sa është, që. po. Vjetat 200 që? A pus pak aparatin këtu? Që? Ja. Shivi. E shikoni këto pompat e kos. Ha, E, s'kan lëviz për këtu. ja, shi si kanë qenë pompat. Ha. Shi që i pash Që pak. 50 që 200 që janë... O Fran, pak të rrinë në mënyrë muzeale, a thon ti. Jo. Se inshallah breza tjetër, gjenerata tjera do kujtohen për to për ta fut krejt tokën në ujë. Ja, pompat e vjetra, tani më kujtohet. Atur për i botë, mëra. Pa, okay, kos, çu kanë ardhur tani, sa ti bosh. Do të thënë në atë kohë, asfalt e nëzalt, të vadit çdo gjë, kjo është e smerë. A se thot Frani, se Frani është shumë punëtor për ne. O Fran, po kanë ndryshuar, se nuk janë çka punëtor njerëzit sa keqën ti atëherë. Oj, kam thënë, herën jam nesër. Edhe sot ti bravo. Nesër punoj, se kur hip 5 katë, kam punu ke pallati 45 katë si me Prishtinë. 40 e sa kare ka thot Frani. Frani shumë punëtor, Frani i madh. Si sa po më e bukur është kjo. Si, tani që ka rruga, pa shi me qa kujdesi. Çfarë kurimi estetik, artistik. Po, ardit, hajde pak ardit, hajde. E, që ka mjesër për? A i ka bo vetë kjo mo? Me punëtor, shi. E tani që u vjedhe rruga, po punëtori me edhe punëtor më. Po, të më pëlqyë shumë. Sa më pëlqyen kjo, sa di që më kujton kjo? Dikur edhe kuvenet e Mirditës dhe bashën e për gur këtu, gur që vishin rasat, kuvenet e famshme që bashën në shpal, ka qenë rasat, a kupton? Edhe njerëzit ku vendonin. Edhe më pëlqen më shumë, jo si koha mondane sot. Po domethënë atë kohë se ishte parlamenti natyror, domethënë që ishim afër pemëve të vjetra dhe parlamenti e Mirditës to kanë qenë kuvenet e famshme.
Po shi sa bukur sepse është shumë më mirë kur është guri i punuar, kjo vërtet është një punim shumë estetik, edhe mendoni që jemi në Nërfan. Pra le thash disa herë dhe ku hyna në shtëpi të tjera, që një fshat i cili frymon ka njerëz, janë toka që i punojnë, janë estetik, ja vlen që t'ja qosh investimin deri në derë. Kështu që du t'ju them që ky investim është shumë meritueshëm për Nërfan, sepse është popull punëtor dhe është popull që meriton shumë çka. Tani se më ka shoqëruar Arditi sot. Ardit. Arditi është berber. Edhe kemi fol për si berber, diku i ri, djalë i ri që punon. Tani je i kënaqur, atëherë kemi ardhur në për rrugë vështirë. Jo ku erdhëm herën e parë, më men? Ka qenë rruga shumë e vështirë. Okej, shiko. Nga jo kohë ka ndryshim madh. Sepse ytat nuk jeton më. Po, shumë. Okej. Një burr shumë punëtor dhe unë besoj bëj pyetjes që një farë mënyrë tani edhe ytat që nuk jeton, por atje ku është i kënaqur me faktin sepse është rregulluar rruga, se më mend që ma pa të hall. E pa të më si më bet. Domethënë kjo i ka thënë frymëmarrë tani. I ka thënë frymëmarrë e vendit edhe për gjithë ne është një fitore e madhe. Po, i gjam. Ne që jetojmë këtu është fitore e madhe. Ashtu, tani edhe do të punoni edhe më shumë ju. Se ju shquaj si popull punëtor në Nërfana. Ujti këtu. Ha? Zënalet puna. Po të vijë edhe ujti, domethënë gjashtë kështu. Është i mrekulli kështu, ja. Edhe fshati është i kënaqur, se ka shumë banor fshati ju, ja po. Po. Okej. Gjithë banorët tu janë, nuk ka se ka Tu, lëviz. që kanë lëviz, bukur, mrekulli. Ja ta marrë dhe pak, ja, me sfera. Ato veni që u tregova, që kanë punuar mrekullisht, ky është fshati i Nërfanës, që është i mrekullueshëm. Do të vazhdojmë pak Ardit atje, se kam shepë shku deri ke ura. E në që se kam met në i metër pa abo, unë jam t'ja abo, pel Berti, ta mën Bert, që e ke ura, se e kam pik doplat ven atje. Po, do të për gjiro këtu tani. Ja. Vjen bicikletë, po. Po, tani do vjen bicikletën, po, pa tjetër. Sa qef kam t'i marrë shpia se më përqenë. Pasa pus ky. Ardit, ta shoh pak atë pusin, hajde pak hajde. Tani unë kam i gjarë, ju ke ndje, se unë hy pa leje, fare, hym për shpia pa leje. A di pse u fut këtu? Se më pëlqej shumë pusi kur shoh atje. Unë pëlqej dhe krojnë, po edhe puset, do me puset janë kështu, kur s'ka pas ujë, ishin puset. Edhe një herë këtu, ja ky është kanali i vjetër, nuk ka ujë, pra kanali Llashitzi. Këtu, që vazhdon mes të fshatit. Shkëm pak atë ke pusi, hajde pak. Edhe ka rujtë, a shikë pak? E shikoj një këtë këtu, kjo ka rujtë edhe me kohën që mushuj atje, pra shumë në mekanikë kur s'ka korrent, por ka vënë dhe këto korrenti. Sa rëndësi ka, për shembull, ky pus nuk e di se sa kohë mund të jetë, por është fantastik. Është shumë i vjetër. Shumë i vjetër, po duket sa shumë i vjetër. Kjo është shtëpia, tani ka zgjatja, shikoj ka zgjatën aty. 3 brez është ai. Ha? Paktën 3 brez. 3 brezi, ka ky pusi këtu. Aty fshati thash ta marrë këtë të. Ja, shi sa punë kanë bërë. Jam të hes në për lagjen ti, pra në për lagje këtu poshtë, në Nërfanës. Njëna shtëpi më bukur se tjetra, edhe gjithçka si se mur. Vim këtu tani, kjo është shtëpia fundit, ha? Po. Ardit më e pak. Pra e pas se sa i bukur është Nërfana më. Edhe vim këtu është pjesa fundore domethënë e asfaltimit, ja këtë pjesa këtu. Shiko, Ardit, shiko, merr pak mund këtu, se shiko, këtu është kanali që vazhdon, pra që vjen prej atje. Ja, ky është kanali. Edhe unë njëherë do të bëj një bisedë, po du një profesionist të mirë që e njeh historinë mirë, edhe do dohet kisha edhe një arkitekt me veti, që të kuptojnë se si e ka bërë Llashitzi atë kohë, domethënë sepse qasja e kanalit asaj kohe Llashitzi është pak a shumë i qasjes që ka pas Alipash Tepelena. Edhe pra imagjinoj që historia është shumë interesante, pra tu vijnë gjumte e historisë Alipash Tepelenës tonë për Nërfan. Pra ne them e lidh dhe kohën e sotme, fshata të tilla kanë nevojë vërtet që të rrinë, por edhe këtë banë funksionale.
Pra në qoftë në vitin 1820, ky ka qenë funksionale për të furnizuar me ujë gjithë këtë fushën e nërfanës, e nërfushit më poshtë me radhë, është normal që edhe sot ky ujë të vinjë, sepse nuk është ndonjë gjë e vështirë. Po do të them diçka për këtë. Pra këtu ndërpritet asfaltimi. Vim pak më poshtë. Tani ato fshatarët e kanë marrë këta banorët që janë këtu, ato shtëpi që janë këtu, e kanë marrë për mënyrë deri këtu. Ne vim kjo pjesa poshtë. Tani këtu nuk është e bëme, me thënë drejtën do kisha dëshirë me paktën me beton. Pra edhe shkull me beton, nëse nuk asfaltohet dot. Deri ke fund se do shohim pak urën atje poshtë. Që unë të them diçka edhe mund në urë ke ura do të them diçka. Se si e mendoj, unë paktën si e mendoj se e kam bërë disa herë këtë rrugë. Kjo është kjo shtëpia dhe ky ka investuar goxha, domethënë, shoh që ka bën mure gati të fortifikume. Ndërkohë kjo është që na çon tek ura. Edhe është shtegu që vinte që nga dikur, ka qenë rruga që vinte nga Gzishi. Edhe ka qenë një urë, kur si kanë qenë urët dikur. Po tani kjo ura shumë e mirë. Atje përtek janë disa shtëpia, nuk e di çfarë fisit, topallaj më duhet, ëh? Për te janë topallaj, atje për tene. Po atje për te, edhe për tenajt, po. Ja, ku jemi këtu. Shisa burra është kjo këtu. Edhe të shohim këtu tani. Ja, ku është ura. Kjo dilte ju nas shumë e mirë për. Ura, tu është. Me sa duket që ka bën rruga atje sipër, a? Po, rruga të sipër ka vazhduar. Jo, po mirë, pas ka rruga deri aty? Po, deri aty. Çfarë thua? Si nuk e di unë. Ka ngel për një urë. Ah, si. Edhe Si që po, domethënë prej atje, që është asfaltuar, kjo pjesa është rruga, ka tabanin, por që do të sa ndërhyrje. Mase nuk po them asfalt, po të paktën me betone përmend edhe atje para. Po të vim kjo ura këtu, ura shumë e bukur kjo këtu, ja. Kjo ura tjetër. Ja. Pra këtu është ura ndërfanës. Edhe atje që më tregoi Arditi që është hapur ai traseja rrugës, më duhet që lidhet që atje ke lagja që janë është lagja e Kodërshenit këtu, urë e bukur kjo, e bukur. Edhe këtu është kjo rruga tjetër që vjen që nga Përgjetan dhe lidhet me rrugën që është asfaltuar, në fakt ka nevojë për një stres asfalti dhe për ta rikuperuar pak atë rrugën atje. E që vjen deri ke Nojajt e Donajt e ku diun që janë aty, edhe vjen e lidhet me këtu. Sepse këto kanë qenë të izoluar, thuajse të izoluar, nuk kanë pas rrugë makine fare. Nuk ka, akoma vazhdojnë të jenë të izoluar, kanë kërkuar disa herë, kështu që besoj që tani nuk është vështirë për ta bën këtë lidhje, por ajo që duhet të them këtu, moment që bëhet kjo lidhja këtu, që vjen pra edhe kalon për te, mua aty afër, kjo tani ura të lidh me rrugën tu Nërfan, Nërfushas edhe mund të krijosh një orbit. Është një orbit shumë interesante, mund të bëhet edhe në kamp. Edhe në kamp, dhe unë ja u sugjeroj, edhe të moshurë, po sidomos të rridhe. Edhe me bicikleta, edhe në kamp, pra krijohet një atraksion turistik i nevojshëm për t'i shërbyer qytetit dhe shnetit të qytetarëve. Kërkesa ime direkt me ty Bert. Për të falenderoj domethënë për rrugën edhe për asfaltimin absolutisht jo unë, po të falenderoj edhe Nërfana, unë bisedova me shumë njerëz. E tjerë me radhë, por po të bëjmë edhe një apel që paktën këtë pjesën këtu që është e paasfaltuar, kjo pjesa që është e paasfaltuar, pra që ishte këtu, dhe deri aty se nuk janë shumë metra, besoj as 100 metra, afërsisht 100 metra, kjo të merret në dorë, qoftë edhe me një lloj o e betonuar atje me, pra bëhet më komode. Kam bërë dhe një apel tjetër tani. Te kam me ju nërfanor. Dhe apeli çfarë? Lumi këtu, lumi fani vogël, vërtet ka pak ujë. Dhe duhet zbatu deri një akmarrëveshje që ka heci atje për të lënë pjesën e ujit sidomos gjatë verës, që asnjëherë ky lum, shtrati i lumit mos ta ketë. Po ndërkohë për ju nërfanor kam te. Musa herë që vi këtu më dhemi në sy tu. Ja, kjo këtu. Atëherë, me që është bën rruga re, mlidhuni si burrat shtëpi për shtëpi, e sidomos të rit një pastrim radikal për t'ia bën këtij vendit tonë dhe mos me hedh më me turina këtu. Puna re që keni bën kanalizimit e ujërzezës është shumë e rëndësishme, që një fshat kur i shkon dhe rruga,
fillon dhe bëhet urbane, bëhet qenër urbane. Domethënë pra po i them që është lagje e Rrëshenit. Po që të jetë qenër urbane dhe të jetë lagje e një qyteti, ajo duhet mirëmbaj. Kjo nuk ndron askënd, domethënë kjo kështu. Unë uroj që gjatë kësaj vere kjo gjendje këtu të ndryshoj totalisht. Duhet i them i gjatë Bertit. Atë që kjo rruga jo. Për zotin rrugën Bollmera ka bon. Kush e ka bën? Berti për shnanut. Cili Bert? Bert me A lishe. njefti? E njofë se më ka arë këtu. Ka ardhur këtu. Po, A ti thani fjalë të mirë ti? jam t'i thani fjallë të merë se lumë nana si e ka, lumë shpëja si e ka, lumë rrathi si e ka, po sot e maj kush. Se se majnë, se e trastojnë. Se të mirën e trasojnë, ha? Po, për zotin. Shiko, Bert që thotë kjo, Berto, shive pak. Edhe i gjonë Bert, se tani kjo të bëk, kur të bekon një gjyshe, pra i zemër nane, ja, është sa me të beku perëndia. Edhe ko e gjonë, tani, Bert shif pak ato problemi që ka këtu, ka disa probleme. I ka po, probleme, I ka po i këto. ka thënë të gjitha. Po, ato të tërmetit, apo? Jo, tërmet, s'ka qënë Berti. Mos mi merë krete. Jemi në pra, shifi pak edhe këto gjëra që kanë, por mbi gjitha shiko, aty që më pëlqen mua. Unë shoh i fshat punëtor. Po, për ata. Jo shoh punëtor, mos e Kanë kanë qenë tjetër për ku herë. nuk prekin punë me dorë fare. Jo, kanë qënë punëtor këto për zotin. Nërfana? Po, Në veçantë. po, kanë qënë punëtor të gjithë. Në fana. Nga ke ardi? Ku je bi? Unë kam marrë nga Burreli, Qa veni Burreli? Bushkashi, Bushkashe, edhe ju një njerëz punëtor atje. Unë ku është? është në Spash. Njëri Po, që punon Spash. Tjetri ku është? tjetëra në Itali, Në Itali. tjetëra në Australi. Në Australi. Po, I pas e shpërnda. po, njëm ka dek, kam gjallin e gjallit. Okej, mirë, tani djem që e shohin edhe prej atje, e kanë pa rrugën, Po, kanë pa rrugën. edhe jem t'ju thënë pra shihni nanën tuaj këto, si burnesh, edhe shihni edhe rrugën, edhe shihni faktin që kjo e bekoi rrugën, e ke beku rrugën, Po, sot për për mundi e zotin bekoi, e ne bekuar, kryetarin, e Bertit. E kam për zotin Berti 100 herë, se kam si fëmin teme. Po A çfarë më pra? shaka lamaje, më Na prit kur dion me Bertin, na jep kaj gotë raki, a mirë? Për zotin, por a ke jemi, dhe se Raki e bezë, sa mirë janë të nëna tona. Po.